që për vitit të 2021 pjesë e mbështetjes së fermerëve ka qenë edhe furnizimi i tyre me naftë, pa taksa, duke paguar vetëm për produktin pa barën e TVSH-s, akcizës, taksës së qarkullimit si dhe karbonit. Por skema kombëtare për bujqësinë për vitin 2026 nuk e parashikon më një mbështetje të tillë. Një ndryshim që vjen pikërisht në kushtet kur vendi po përballet me çmime të larta nafte prej luftës në lindjen e mesme. Nuk është ende e qartë nëse është parashikuar një formë tjetër për të zbutur apo kompensuar këtë ndërhyrje që do të ishte me pasoja të ndjeshme për sektorin, i cili këtë vit pësoi disa goditje e për shkak të motit. Skema e re për vitin 2026 përfshin megjithatë disa lehtësira të tjera, sidomos për blegtorët, të cilët do të përfitojnë financime për një numër më të ulët krerësh se më parë. Nëse aktualisht për të marrë mbështetje nga shteti nevojitej një minimum prej 10 krerësh lop, ky kufiz bret në 5 krerë, ndërsa paralelisht rritet dhe financimi nga 10.000 në 12.000 lek për kokë. Ngjashëm edhe për numrin e deleve dhe dhive, me numrin e krerëve që përgjysmohet për të marrë financimin, i cili nga ana tjetër po ashtu rritet nga 1.200 lek në 1.500 lek. Edhe për bletët numri i nevojshëm i koshereve përgjysmohet, ndërsa përfitimi dyfishohet, duke shkuar në 2.000 lek për zgjua. Në skemën kombëtare të 2026-s shtohet për herë të parë financimi për dosat në 7.000 lek për krerë, kush ka tuf jo më pak se 5 krerë. Skema kombëtare për këtë vit do të jetë 5.2 miliard lek, por pritet që ky financim të shtohet me rishikimet që do të pësojë buxheti i shtetit.